Përshëndetje për në gjithë ndjekësit e Radio Kosovës. Jeni me mua Yll Kastimi në epizodin e radhës në podcast. Në këtë epizode kemi një mësafer i cili përveç tjerash është edhe dashamirës i kafshëve e i cili ka 2 qenë të racës pitbull. Faleminderit Bim për pranimin e ftesës. Kënaqësi që po mirësh me shpëtimin, kujdesin e shputave tona që janë të pastreha dhe të pa ushqim në Prishtinë. Po, njëjtin mendim e ndajmë besoj dot. Atëherë Bim, në këtë epizod do të flasim për racën pitbull, e që në vendin tonë mos them që plotësisht, po shumë e keq kuptuar si racë. Nuk kisha thonë është e keq kuptuar, po nuk njihet mirë si racë, edhe mirët për qatë qëllim për cilin është kriju raca. Pitbulli është qenë lufte. Pitbulli është i bom nëse zgabona ka vitit 700 diçka e tillë, në kohën e mbretëreshës Elizabeth I, për me shti bast në fuqit qenve kundër ariut. E kanë, se thojnë në bo me shprica në laborator, i ka ndru DNA-n, e ka minin, e ka ato, kjo është mitologji. Kjo nuk ka të bëj me të vërtet hiq. Pitbulli vjen për 2 racave. Është terrier edhe bulldog. Për që ato e ka emnin bull terrier. Mas pari ka dole e qeni, e din cilat janë bull terrier ata që nuk ka ball hiq, që këtë hunë. Mas e një shartim tjetër me një terrier tjetër, ka dalë pitbull amerikan që e njohim sot. Nuk është qenë për gjithkan. As gjithkush nuk është për atë qenë. Se një e ka energjin shumë të nalt, anglisht e thonë high level energy dogs, se racat ndahen në kategori bazum në energji, edhe është i lindun për mu konë udhëhec. E ka qash energjin e fort dhe dëshirën e fort mu konë udhëhec i tufës, saj nuk të këshyrë ty si njeri dhe familje. Familja atina në shpi është tufa, a i këshyrë më konë alfa. Në qofë se një pitbull me një shpi është alfa, që ata njerëz në nxjerrin pitin jashtë. Në qofë se nuk e kanë për lufta, për përfitime materiale, në qofë se nuk ka i mirë në luft, e qesin jashtë. Një gabim e bojnë njerëz me qenë. Mas pari e këshyrin si emën. Silën me qenë bazum në emën, bubi. Mas pari është kafsh, mas një është qenë, mas një është racë, mas një është emën. Që pi bjen me zbërthy këta, duhesh me ditë që është kafsh. Duhesh me ditë mentalitetin, mendësin, mendimin e kafshës. Duhesh me ditë që është qenë, prej mretnis kafshve, qenët e kanë psikën e njëjtë, pa dalim race. Mas e duhesh me këshyrë si racë, që i ka specifikat e veta, mas e na e thirë bubi. A këtu të na është kontra, e thirin si emën, se e cilësojnë, kër e cilëson si antartë familjes, e cilëson si fëmi. Ajo është qenë, mas pari, kafsh, qenë, racë, emën. Për që ata njerëz të dhe kanë vështërsi me i trajnu qenët. Shpjegim shumë i mirë, edhe shumë i nevojshëm. Atëherë Bim, çfarë masa merr ose trajnim për qenët e tu, për me pas një jetë shëndetshme, një jetë lumtur, edhe do me thonë stabile në... Tu pasë dhe qenë. Po. Pitbullin e kom marë për shkak se kom dasht me pështu një qenë, kur të adoptoj një qenë, kom dasht me pështu prej një jete jo të mirë. Edhe qenin e parë e kom marë prej njerëzve që lëshojnë qenin lufta me pare të madhe, me pare për një me të madhe. E tash, sa e marë, sa e blej një qenë racë të dikush tjetër që e bën për aksesor, unë kom shku në mes boksave, për mes një shoku tem, e kom zgjedh qenin vetë. Mos të kisha marrë une, aj qenë kish pas jetën boks, mullinë është ajo sina që e përdorim në gjem për me ngajt, të qenë është mulli është e rumullakt, ja lidhin gjyksorën, e lojnë në mulli dhe nga në 2 orë. Boks, mulli, ushqim, boks. Prap,
mulli, ushqim, boks, ring. Në luftë, është qeni pa mëshirshëm. Është qeni ma i zdërvjedht edhe ma destruktiv që mund është me gjithë mretnin e qenve. Në qofë se normal nuk shkojmë të Kangalli, të Dogo Argentino, atë e në dhe të mëdhaj dhe të fuqishëm që me pitbullin nuk krahasot. Po gjithsesi, jo vishte pitbulli për të ketë qentë. Qeni duhet mu trajnu prej 4 ose 5 mujve, më varet prej inteligjencës të qenit gjatë rritjes, sa ja kap senit, sa nuk ja kap. Qeni nuk merr vesh me të folne, për to jën tinguj. Do është me përdor edhe shkencën, që me mujt me instalu tinguj të tu si komanda. Prej 4 mujve punoj me 2 qenë, deri në 2 vjet është mesatarja që me pas qenin 100% kontrol. Tashtu e di çfarë qeni e kom marrë mas pari, e kom studiu racën, kom studiu preardhjen, i kom studiu njerëzit që mirën me rritjen e këtyne qenve, si për lufta, ashtu edhe për familje. Kur e kanë marrë Amerikanët pitbullin e parë prej Anglisë, që e kanë qenë në Amerikë, e ka marrë emrin American Pitbull Terrier. Ai qen o konsideru si neni, që në përkthim shqip i bjen si qen dado, o kon qen që i ka rujt fëmit. Është fotografia, është bardhëzi, është pitbullin në mes, që ullën është ma i madh se këtë fëmijë që ai ka për rreth. Edhe kom qen që o kujdes për familje. Pse? Se nuk e ka jetën me trauma, nuk ka pas diçka që me bu agresiv ndaj njerëzve. Prandaj, rrit prej 4 mujve me refleks të kushtëzuar, me përkthy në terminologjin e që kuptohet prej masës, i bjen me përdor një signal, që është komanda, edhe me shpërbly sjelljen me një ushqim. Qeni mësohet me ushqim. Don mi ndalu diçka, ja ndalon ushqimin. Ajo është mit që thojnë dosh me rre pitbullin. Para se me rre pitbullin, dosh me rre vetën. Se diçka e të bot te gabim. Se ajo është kafsh, qen, rac, emën. Fëmin e mëson me emën. I drejtosh me emën. Qenin e mëson. Ja e njofton me botën tonë. Ligjet tona si nje. Nuk i nje qa do të me hungër, qa s'dohet, kon do të me kafshu, kon s'dohet. A do të me kafshu njerëz, a s'dohet. Trajnimin që ja kom bo me trajner është sulmin edhe mbrojtjen. Se është qen agresiv me natyrë, edhe do të mi kallëzu që ka raste, situata kur ti reagon me kry tonin. Kur ti e sulman njeriun pa të thonë unë kur gjë. Situata që janë stimulu edhe janë simulu të qeni, ka qenë me person të armatosun, me kapuqen e duksit mi kry, njëjtë si me ardhë hajni, me ardhë dikush me dash me të bo keq. Që ato raste qeni o mësu që mundët me kafshu sulmusin, sidomos kur vjen pimrapa. Njerës që isha që më vim pimrapa gjatë shetitjes me qen, isha e she e nin, ja u bëj dilpi për para se të sulman një mrapa, menon që po do me mbo mu keq, se unë jam alfa edhe unë jam lideri tufës, aty edhe ata bojnë gjithë shka me e mbrojt, sen e tjera, nuk ka pas nevoj me mësu qenin kur gjë. Dhe shumë si prind, o da është më kom personi që e qanë fëmin e vetë në kom për herë të parë. Unë djallin e kom pas të hec me goj në për tokë, të munu mu që në kom, mu ka për tavoline. Unë nuk ja kry punën. I një ma isha pak, e kap ke tavolinën, e lësha isha smojke. Prej qoshit të banesës, o qu i zi, më ka pa që më të bo, o qu ju ka nalë fëmis për para. Fëmija në tokë e ka kështyr, ja ka kap lëkurën, ana është e brit, ja ka kap bishtin, e ka kap naltën kuriz, me një dorë, me 2 dur, o transferun tavolinë. Qeni ma ka qu fëmin në kom të veta për herë të parë, edhe që aty, është hera parë që ka nejt gega në kom, o bajt për tavolinë, pi qoshit në qosh, në kom, që thonë pitbulli. Rreziku kryesor i shoqënisë tonë është njeriu. Njerëzit do të me i dresu në që se nuk janë që edukohen. Pikrisht që kjo njona ndër pyetjet që e pata në mendje më tha bo, na e dim, në vendin tonë e dim se sa keq përdorimi i kësaj race bohet. Vlen
veç një research me bot thjesht, edhe hulum tempo, faleminderit, edhe e shes se sa e keq përdorën, e keq trajtume është si racë. Unë vetë personalisht ka disa raste që i kom shpëtu pitbullt, nashta një 4-5 raste prej luftave dhe që i kanë hedhë në rrugë. I kanë gjujt, bukfalisht, i kanë gjujt në rrugë pa ndjenja. Edhe veç e kom pa që janë hala gjallë, edhe i kom marrë, i kom shëru, tash janë në për familje se asnjëherë nuk rrezikoj një pitbull i cili është qaq shumë i keq përdorur të na, me jep edhe një herë për adoptim në Kosovë. Mendoj që Faktikisht kërkon. Nuk ka mirë. Në qoftë se është një pitbull që i ka pas për shembull 3 vjet luftë, edhe mas 30 vjet e ka hup luftën e ka nxjerr jashtë. Hajqan është i pa parashikueshëm. në fakt hapat kryesor edhe hapat e parë që unë i bëj për mi gjithë familje jashtë është ja tregoj krejt historikun prej fillimit. Do me thonë qysh unë e kom gjetë edhe qysh ka qenë ngjarja që ai ka përjetu çfarë përditshmëri e ka pas. Ata njerëz janë mëse të bindën se çka mundet mi prit. A din thojza me qenë tillë, po? Pa thojza. Po. Ka raste që jo ka raste, por shumica e tyre pajtohen, edhe deri tash për shembull pitbullin e parë që e kam shpëtu, i ka 2 vjet e 8 muaj që është në atë familje. Gradualisht e kanë mësuar edhe me qenë të tyre të shtëpisë, edhe ka një kthes për pozitivitet super të mirë. Do me thonë deri tash është gjendja super e mirë. Në fakt, ai personi që ka adaptu është trajner në një strehimore. Edhe Ata njerëz janë në rregull. po, që kjo do me thonë ka qenë një shaj, një hint për me ja u besu qanin. Po në Kosovë nuk kisha rreziku asnjëherë me riadoptu dikush një qan pitbull. Se nuk dim, Ku pe qan? nuk dim, jo ku peçon. Po. Këto s'po din ti, personalisht. Po na, si mos, nuk dim, Me usil me ta. nuk dim Se dim. as për qen, as për qysh është qeni pi mrena. Se mas pari, as një qen nuk e ka shpirtin e keq. Krejt qent, krejt kafsht, me përdor termin që me u kuptu çfarë shpirti e kanë, janë me lek. Janë me laçe. Qeni nuk bën kur gjo prej mendimit të keq, prej qëllimit të keq, edhe prej dëshirës për me bu keq. Qeni reagon në instinkt. Instinkti i krijohet gjatë përvojës së qeni e merr gjatë jetës. Kështu që për me njoft diçka, ose dikon, në këtë rast jena për kafsh, se mund është me thonë dikon, se ai diçka s'është, nuk është gjë, se cila kafsh, se cili qene ka personalitetin e vetë, karakterin e vetë. Mujnë me thonë që po folë qyfte, po është një sen i vërtet, si të krejt njerëz që kanë karaktere, personalitetet ndryshme, që ashtu edhe qentë. I kanë ato të vetat. Do të me ditë, me njoft, për me mujtë me usil. Na do të mas pari people training for dogs, që i bjen trajnim i njerëzve për qenë. Me trajnu njeriun, qysh me trajtu qenin. Tash një është e mirë edhe njësiti kënon i policisë të na, është një person i cili shkon i trajnon ata policët edhe quhet trajnimi i njerëzve për qenë. A ekziston një gjë e tillë të na? Te kënonsh ata, s'ka qare. Do me thonë edhe policët i trajnon se qysh më trajnon. Vjen personi të njësiti kënon. Pezojmë janë 5 persona që kanë me pas qenë anti-barut, anti-drog, anti-diçka, që lyp diçka, qenë i kërkim, qenë kufini, ose është Malinois belg, ose është Border Collie, deltari skocez, ose është që i thonë deltari gjerman, që na e njohim me vuqjak. Këta njerëz duhen me njoft krijesën me cilën kanë me pas punë. Tu e njoft krijesën, e krijon lidhjen, besimin, do me thonë ta jep qeni ul vesht, ta respekton vendimin tënë si udhëheqës.
E ata qenë të kënon që janë qenë pune. A i qenë që fse mësën qysh duhet, ta kryin komandën, hala pa ja kry komandën. Janë qenë të jashtë zakonshëm, edhe vynë për një ratë stil, edhe ata janë high level energy dogs. Qenë me energji të nalë të veprimit. Malinojnë belgë në qofse si ki 4 orë në ditë, vish me qitë me nga, heqe. Qofse i ki 20 ari tokë, po. Edhe kjo është një ndër racat më të keq kuptume të na se shohem në rrugë tona, Mallinoj Belg, shohem në ekstrem shumë rrugë të Prishtinës, në rrugë në periferi, i lshojnë, do me thonë për marrin tu bazu në rrjetet sociale të i pa të trajnum. Edhe këta po menojnë që po vjen ajo racë me telekomand, edhe veç e presin qashtot me usil, po nuk e din që mas ati ekrani ekzistojnë është me qindra orë trajnim, për me arrit, po, për me arrit një rezultat tillë. Se mase veç folje për kohës gjatje të trajnimit, për krejt ata që hekin dorë prej qenve, kanë hek dorë prej maksimum 1 orë në ditë shkollë për qenin. 40 minuta deri në 1 orë në ditë për 1 vjet e gjys çdo ditë do është mi majt orë trajnimi, ose orë edukimi. Tu e përdor ushqimin si stimulus për me apliku komandën që ti pja jep. Tash qysh i thu qenit, qysh e mëson qenin, qysh e mëson? Është pyetja kryesore që e bojnë njerëz që s'kan qenë. Qysh mundesh me mësu? Se mas pare nuk e kupton kafshën si kafsh, si mentalitet, se kupton qenin si kategorizimi kafshëve, masena nën kategorizimi qenve se kupton racën. Për shembull, për me trajnu qenin, fillimin, ja nis ditën e parë, 1 ditë ma herët nuk i jep buk hiq. Po jo, po gjyna se unë, nëse o gjyna, nuk e merr qenin. Nuk ka gjyna me qenë. Se është kafsh edhe është mënyra vetme për me mësu, to e përdor ushqimin si stimulus, si shpërblim për punën që e kryn. Është qeni unë, e ki nxerr jashtë, e ki lon me ngajt. Në ndërkohë që ki ushqim që nuk ja qet për diçmëri, diçka tjetër që i thojmë na treats. E lën qenin me bot vetën, i fishkllon ose i thu hajde. A i ka me ardhë se e ki nxerr pi xhepit ushqimin. 7.000 herë kanë shqisën e hunës ma të fortë se na, shqisën e të nuhaturit. 7.000 herë. E nxerr pi xhepit, e nin, vjen, ja jep. Krijon tajitje të pshtymës. Për tajitje të pshtymës është në tru një pjesë që ajo që quhet refleksi kushtëzuar. Kushtëzohet me tingull, tajitja pshtymës, ushqimi i jep knatësi, edhe qashtu e mëson, e lshon prap, e len, i thu hajde, tash i bot tingull që e ka ni, e shpërblen. E len, i thu hajde, vjen, e prek, bravo, ja konfirmon. E lshon, i thu hajde, vjen, ja jep ushqimin. E përsërit, njësoj si ullu. Edhe ato me ushqimin ja afron të hund, në ndërkohë që ja ull pjesën e shpinës të masme. Si te prek tokën, i thu ullo, si te prek tokën, ja e pushqimin. Edhe ja nisaj me marrë vesh që a i të dasht me i thonë. Me qenin tem të zi, foli si me njeri. Ja bëj, makinzon ka uqin, qu, plak, del në dhomën tjetër. Qohët, shka në tjetër në dhomë. Kjo nuk u bo me ushtrim, kjo u bo të i fol. I fol, ja nis, i kap tingujt. Bim, kur mendova me të ftu në emision, mendova me fol vetëm për qenët e tu, po kjo dol ma speciale se ti jepe shumë këshilla të nevojshme, cilat për një me mungojnë të njerëzit që kanë qenë vendin tonë, se unë e shoh. Dikush kush ka qenë, i vrin edhe sjelljet e tjerëve. Dikush kush nuk ka, nuk i vrin gabimet. I vrin, të na ka shumë të mos informum, janë masë madhe e njerëzve cilët kanë qenë edhe nuk janë të informum as pak, nuk e marrin parasysh para se me marrë qenin me pa qyshtë edhe ti me studiu çfarë race po marrin, mandej kur e marrin, veç i shohin pasojat çka kanë bo, edhe si zgjidhje e gjejnë rrugën.
hekin dorë. Blejnë qenë, do më thonë investojnë qatë qenë, e blejnë ose adaptojnë edhe në fund ja japin rrugët. Edhe kjo çka bëhet veç barë për shoqnin tonë, për disa dashamirë të kafshëve, edhe që shtot po vazhdon si cikël, po në këtë pjesë as shteti nuk është që po merr masa, sepse ligjet janë fuqi, për braktisje të qenit, janë fuqi, do më thonë rreth 3.000 euro dënohet një person i cili e braktis qenin. Po, bekon po. Po. Atëherë Bim, për fund, a mundësh më na tregu një histori të ndjeshme për te stereotipeve të pitbullave, që kemi na për kufizimin si shoqni, a mundësh më na tregu përveç asaj që na tregove me gegën, se ke shumë e bukur si histori, a mundësh më na tregu një histori diçka të ndihshme? E di që ka shumë, po një që pendon me Një për qentemin edhe një për pitin si racën veti. Po kesh të thonë, mas pari me të ndërlidh me që ato tonën, njohuria nuk vlen kur gjën që fse nuk përdoret. Tash informata do të me i dhonë që me umësu për me vepru në një mënyrë të caktume. Tash e prekshme asasht e gjykan dëgjusi vetë edhe ti, si në dëgjusi këti rasti. E shti djalin gjomë, djali i vogël, 2 vjetë nështë e ka pas, 2 vjetë e pak. Në shpe vetë, e shti djalin gjomë, flen, dal pi dhomës ti, ka pas këse kreveti, shtrati që lëkundët, pak. Më pak, jo në kajde djepit me gju 7 metra, për para me këthy 7 mrapa. Po veç pak, një lëkundje e letë sa me gjysëm trullavë. Shkoj në banjo me bot tosh. E msheli derën, tu në proces të pastrimit e sipër, ma qel i zio derën e banjës, henën banjo të tush kabinat e gjami, ja nis me ciat. Cfi, 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 cfi. E nali ujen, e një djalin dhom tjetër të kajtë. E marë peshkiren, dal, hitë dhoma, në ndërkohë që qeni veç o konë në dhomë, e ka shty shtratin e djalit, e ka lëviz me hunë dhe më ka këshyrë mu. Ka marë me lëviz, për me shti djalin gjëm prap, ka hecë në dhomë tjetër. Masë e që thojnë, qeni zden, qeni skuptan, që ditësh, a një tjetër e konë është një, se para se me u koni informum për qenë, për qëfar shpirta janë, qëfar kryesa janë, për çka janë të bom me bo njëtën tonë, se kafsha e parë që është but për njerion, historit njerëzimin është kali, mas një është qeni. Unë e pasna me ndu që qeni. Ja, kali është mas pari, kam punu toka, kanë bët, kanë pas transporte, e tjera. Qeni është but, thojnë prej ujkot, gjithmonë ujkot të braktisurës e cilit nona, ja komedit në incidenti, kanë marri, kanë rrit, edhe nuk kanë pas nevojas për ushqemi, kanë ushqy, gjenerata pare, 2 e 3, janë zbut, që ashtu thojnë. Sa është e vërtet nuk e di se s'kena prova, se edhe konstruktin e eshnave kanë të ngjajshëm, përveç këto kënonshat, se K9 thirët për shkak të këty në dhëmve të zgatën. Qeni i ka 2, ujku i ka 4. Për që ata një ujkë veç ja qetë qenit dhëmt, edhe qenin mos e sheh. Se është 2, i ka nalt poshtë, i ka 4. Ki edhe anomali që i ka 2 nalt. Kënonsha dhe 2 por, 6. Për që ata e njohin qenët ku janë. Një rast tjetër është një qenit luftës shumë super brutal qeni. Shumë i fuqishëm, shumë i qëndrushëm, dhe në 4 ore 6 minuta e ka që luftën. A din që është 4 ore 6 minuta me hinë zhileta. Rundi i boksit profesional është 3 minuta, një rund. Edhe nuk ka ma shumë se 12 runda. Shtinja lapsin, 36 minuta. 4 orë e 6 minuta. Lufta ma e gate pitbullit është 7 ore diçka. Qaj qenë, në zdi sa 10 herë i lëshum në luft, prap kur e meri zoti vetë, i ullvesht, bishtin, vjen e përqaf qeni, bira. Nuk e sheh ato si
abuzim, ose keq përdorim, po ai masi e kanë gjenetik luftën, e she ato si pronari pi bën nerë. Një që me lëshu Tysonin në ring, është me lëshu Pitbullin me qenë tjetër. Kaq. Është i kthyshëm. Pa marrë parasysh që i bën, është i kthyshëm, për që ato shumë pak raste të qenëve të keq trajtum ka që bojnë problem në familje që adoptojnë. Edhe pikërisht janë këto raste që dalin në gazeta dhe në televizora. Se raca nuk është për gjithë mu konë me ditë, me u marrë me Pitbull, unë nuk muj me marrë mo qenë tjetër. Se me qatë racë jo mësu, është racë e egër, është racë e vrazhd, edhe më përshtatët njëjtë mu me karakter. Egërsi në mrena, që e kom në kontrol në dizgina që thojnë, edhe si piti që është si karakter. Ekstravert, i dashtun, ka qef mu po, unë e këto që unë e bëj, është super qenë. Për unë, për menim të nuk ka qenë më të mirë. Do në ndajt njëti mendim me ty, edhe historia që nga tregove kjo shumë e dhemshme, se për te abuzimit që pronari ja bën edhe që e qetë në drejt vdekjes, a i prap kthehet edhe me dashnin më të madhe i drejtohet pronarit. Për një me është për me dhim të shpirti se sa shumë abuzohet kjo racë. Qëre, kjo është ti po flet tash prej dashnis të madhe që e ki për kafshën, edhe po fol prej një pjese prekse në brendit tone. Dush me kuptu për pit, që qeni ka qef vetë, me u hungër me qenë të tjerë. Është qenë lufte, për qatë punë ka bo, qasi genetike është, kënaqët, qenin e zi, temin, e kom mësu me gjithë shka, veç me qenë ju. Deri sos ja kom shti qenin tjetër të shpia, po ajo kom klësh. I forti, doptin, në qëfëse është i fort për një me, ato ma doptin nuk e ngucë. Me sy, do i ke me mytë, po kështu se ka ngucë. Kaloj koha, po. Jo, koha së nga kaloj, ama kështë e mendu që po, është që ashtët, qysh për e thu, po është edhe qysh e dim, edhe mshme edhe për te gjdo ligje në fuqi. Të humanizmit. Gjithashtu edhe ligjet tona e ndalojnë keqpërdorimin, përfitimin edhe luftat e qenëve, do më thonë janë ndalume edhe si që dim disa raste edhe janë të gjobit, ka pas raste kur ka shumë aktivist që janë shumë aktiv në këtë drejtim edhe i denoncojnë, i paraqesin gjdo keq trajtim tyne. Unë e mendoj që edhe në emisionet e ardhshme ka me qenë një temë pikërisht për këta persona që cilë të përfitojnë në gjakun e kafshve, e që ka me qenë mjaft e rëndësishme për një komunitet si që është joni. Po më vjen mirë që krijesa që nuk kanë zot vetin, ju ki bo avokati tyne për vetëdijsimin e njerëzve. Suksese puna marë. Faleminderit për te shumë për këto minuta. Mirupafshim.